Në raportin e fundit të Progresit, Bashkimi Evropian vlerëson se Maqedonia e Veriut nuk ka bërë përparim në reformat në gjyqësi dhe në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Megjithatë, kryeministri Mickovski i cilësoi këto vlerësime si politike, duke pretenduar se lidhen me refuzimin e qeverisë për të bërë ndryshimet e kërkuara kushtetuese. Ai nuk paraqiti asnjë fakt që do të kontestonte vlerësimet e Brukselit. Përveç kësaj, Mickovski bëri një krahasim të panevojshëm dhe keqdashës me Shqipërinë, duke pretenduar se Maqedonia e Veriut është shumë përpara saj në rrugën e integrimit. Qëllimi i këtij krahasimi ishte të zhvendoste vëmendjen nga dështimet e qeverisë maqedonase në procesin e eurointegrimit. Qeveria e Shqipërisë veproi drejt kur injoroi këtë provokim të ulët. Përgjigjja më e mirë erdhi nga vetë Bashkimi Evropian, hapja e të gjithë kapitujve të negociatave me Shqipërinë. Shqipëria sot është realisht më përpara se Maqedonia e Veriut në rrugën e antarësimit në BE. Dhe ja pse. E para, Shqipëria nuk ka konteste me fqinjët. Edhe kur Greqia ka ngritur çështje të ndjeshme, si ajo e detit, varrezat e ushtarëve grek, apo çështja e ish-bashkiakut të Himarës, Shqipëria ka treguar vullnet të mirë, durim dhe qasje konstruktive për t'i zgjidhur ato. Ajo nuk i ka përdorur kurrë këta tema si alibi për të ngadalësuar procesin e integrimit. Si rezultat, Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt me BE-n me synimin për t'i mbyllur deri në vitin 2027 dhe për t'u antarësuar në vitin 2030. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut ka penguar vetveten duke refuzuar përmbushjen e detyrimeve që dalin nga korniza negociuese të cilën vete ka pranuar. 2. Shqipëria është aleat i besueshëm i Perëndimit. Ajo njihet si faktor paqeje dhe stabiliteti në rajon dhe është treguar rezistente ndaj ndikimeve malinje ruse, kineze apo aleancës ruso-serbe. E kundërta ndodh në Maqedoninë e Veriut. Në raportin e Progresit të vitit të kaluar, vendi u paralajmërua për ndikimin në rritje të botës serbe, duke i referuar hapur veprimeve të zëvendës kryeministrit Ivan Stojković, një eksponent i njohur prorus dhe i botës serbe. E treta, Shqipëria nuk është akuzuar kurrë për qeverisje autoritare pas komunizmit. Që nga rënja e regjimit, Shqipëria mandje dhe as në krizën e vitit 1997 nuk është akuzuar nga partnerë perëndimor për rikthim në metodat autoritare. Ndërsa në vitin 2015, misioni verifikues i BE-s konstatoi se Maqedonia e Veriut funksionon si shtet i kapur dhe që nga ajo kohë është bërë shumë pak për shembjen e këtij sistemi. E katërta, Shqipëria ka ndërtuar institucione të forta antikorrupsion. Në vitin 2019, ajo themeloi SPAK, strukturë të posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe 2 vite më vonë edhe byron kombëtare të hetimit. Fal punës së tyre, në Shqipëri janë arrestuar ose hetuar ish president, ish kryeministra, ministra, zëvendës kryeministra dhe kryebashkiak. Në Maqedoninë e Veriut, këtë rol duhej ta krynte prokuroria speciale e krijuar me mbështetjen e Perëndimit. Por në vend të forcimit të saj, qeveritë e njëpasnjëshme e shkatruan atë. Amnistuan ish zyrtar dhe mandje fshin nenin 353 nga kodi penal që sankciononte keqpërdorime përmes tenderave. Faktet tregojnë qartë se Shqipëria jo vetëm që është përpara Maqedonisë së Veriut në rrugën e integrimit evropian, por progresi i saj është rezultati i punës së përkushtuar, stabilitetit politik dhe guximit institucional për të luftuar korrupsionin. Në Maqedoninë e Veriut, përkundrazi, ngecja është pasojë e mungesës së vullnetit politik dhe shmangjes së përgjegjësisë për reformat e domosdoshme që duhet bërë.